Jena të Lagja 3, që shumë shpejta investohen në Lagjen 3, edhe kam paraqitur edhe një dokument Lagjes 3, do me thonë në projektin 3D që e kanë bën fantastik edhe të mrekullueshëm. Por këto nuk jena në projektin 3D edhe në ato prallat që kanë prallis, jena në originalitet, ku pika sa po kalova ma kapi direkt. Se kemi Lagjen 3, jo me 3D, me originalitet me trotuar. Vën këto zënxit, po ku zënxit lekit e kit, po ku shet tabelat shi tabelat, a keni po tabela për to, okay? Nuk është 3D, është originalitet i Lagjes 3 investimit gjigant, do me thonë miliardave lekë që janë dhënë për investimin 3D, që me trotuare, me gjona, pavarësisht se trotuaret i kena pa një dalje. O, zoti madh, jo veç asfaltin e kena shkull me dorë, jo veç asfaltin. Se po theni veç asfaltin a gjë, që kena sa dush, copa i kanë kap shtrenjt nga një tjetrin, se shifet gjendja katastrofike e investimeve para 5 muajsh. Se si kanë përfundohu. Po nuk janë 3D këto janë originalitet, jo si ajo projekti 3D që va publikova. Qa kanë bon, më zoti madh. Më zoti madh. Do ta bashkangjesim prap fotografinë 3D të Lagjes 3, a? Do me thonë realiteti me ato që shken se ka shtezon se këtu. E kena për trotuar, se për gjithë e kanë bon një zote di, pa trotuar, veç një kalingëshe maqinave, jo dy kalingëshe si që është në ata 3D, dhe në rrofshin lekt që japin për investimet 3D edhe për projektet gjigande që na bëjnë me naj propozohu kështu.